Ola, përshëndetje, unë ndodhem në KZAZ numër 42 në Laprak, ku në fakt procesi numërimit të votave preferenciale të kandidatëve për deputet është thuajse drejt fundit dhe pas shpinësime janë duke u numëruar 2 kutit e fundit pra të mbetura nga 70 në total dhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për në aplikacionin kemi edhe rezultatin e deri tanishëm në këtë pra qendër numërimit të fletëve të votimit, pra në njësinë numër 11 dhe Partia Socialiste ndan këto vota, Fatmir Xhafaj 971 vota, Erion Braçe 832 vota, Blendi Gonxhia 798 vota, Ornaldo Rakipi 633, Ervin Hoxha 616, Anila Denaj 362, Julinda Dhame 312, Endrit Brahimllari 261, Halit Valteri 240, Olta Xhaçka 208, Pandeli Majko 206, Ermonela Felaj 178 e të tjerë, ndërkohë sa i takon Partisë Demokratike, Jorida Tabaku udhëheq me 1062 vota, Mihill Gecaj 559 vota, Ilir Ali Mehmeti 544 vota, Salvador Kaçaj 441, Mimoza Hajdarmataj 374, Ilda Xhulari 336, Grigel Smuçollari 303, Ilir Meta 269, Aslan Dogjani 263, Muslim Urrizi 200. Pra janë këto votat e marra nga kandidatët për deputet Partisë Demokratike, ndërkohë që të paktën garë tashmë ka në Partinë Demokratike pasi në rezultatën që kemi të deri tanishëm, teksa Partia Mundësia ka arritur të siguroj 2 mandate duke ja hequr njërin Partisë Demokratike dhe duke bërë që përveç listës së mbyllur të 12 deputetëve në Tiranë, në Kuvendin e Shqipërisë të shkoj nga lista e hapur e Partisë Demokratike vetëm një kandidat, paktën deri tani edhe me rezultatet që janë prodhuar nga vota e diasporës dhe nga ku do të jetë një garë duke qartë mes Ilir Ali Mehmetit dhe Jorida Tabaku, të cilat së bashku janë afër shumë njëri tjetrit me votat pra të cilat janë duke u numëruar në gjitha KZAZ-t e Tiranës, ku në paktën në vendin ku ndodhem në Laprak, në njësinë numër 11, pra në një institucion pra arsimor, është duke u numëruar tashmë edhe kutia e fundit, paktën është kjo se çfarë më rezulton, ndërkohë që nga ana tjetër ka vëzhgues të shumt të subjekteve, të partive të reja, por nga ana tjetër edhe të kandidatëve, sikundër edhe të partive politike. Pra edhe kandidatët e cilët kanë pretendime për një proces sa më të drejtit në sotme kanë sjellë të angazhuar edhe vëzhguesit e tyre, çka e pohon edhe pra ky plan që po bën operatori ynë Klod Shena, pra të këtyre njerëzve të cilët ndodhen në këtë qendër numërimi ku e thash tashmë çdo gjë është drejt fundit. Okej, faleminderit Osman për informacionet e përcjella në studio. Mbetemi në kontakt dhe komunikojmë sërish më vonë për të marrë rezultatin edhe të asaj kutie për të cilën